detyra ime është të paraqes para jush, të dali hapur para gazetarëve që mbrojnë interesin publik me programin dhe projektin e Partisë Demokratike. Nuk mund të komentoj, nuk duhet të harxoj as një minutë kohë me njeriu në mashtrimit publik, i cili duhet të informoj mediat dhe shqiptarët se sajon vetë pyetjet që donë dhe mashtron qytetarët dhe mediat sikur ato i vinë. Unë duhet i them qytetarëve shqiptarë dhe mediave se nga çek fakti, nga verifikimi i faktit, në 1.400 komente nuk ekzistonte as pyetja, as emri i atij që pretendonte Edi Rama se e ka pyetur. Dhe unë do i kërkoj zyrë shtypit të bëjë një njoftim për këtë, se ky përbën mashtrim publik. A mundet unë, tani më thoni unë, ti përgjigjem një mashtruesi publik, që në momentin që ai del, dhe thot se filani e zëvendëson me gazetarin, më pyeti, dhe përgjigjet pa e pyet fare, do të thot se ai ka marrë, ka bë vetës një pyetje, ka hartuar një përgjigje, ky meriton për çmim. Dhe me unë tisha gazetar, unë i bëja padi publike ati për mashtrim publik, sepse ka gjetë mënyrën më skandalose për të shmangur transparencën para gazetarëve. S'ka ndodhur kur kjo në historinë e Shqipërisë. Hera e parë që ndodh, aq i kriminalizuar është, aq i zhytur është, sa që ka frikë jo nga gazetarët, po dhe nga rojet e ndërtesave të gazetave o të televizorëve të shofi, se mos po i bëjnë ndonjë pyetje. A ja vlen t'i komentojmë ne ato pyetjet e tij? Nuk ja vlen fare t'i komentojmë. T'ja lam çdo ditë flas Zhaba, Hardhuca, Zhapi, Bretkoca, etj. Lërë në botën e tij, mos ta nxjerrim nga bota e tij tani.